Jemi rikthyer sërish në studio, jemi tani në hapësirën e telefonatave, do të presim telefonatat në numrin ton të telefonit. Alo, përshëndetje, kam mbritur telefonata e parë. Përshëndetje, Renaldo. Mirëmëngjes i nderuar. Të përshëndetje për fjalën që mbajtë ditën e jete. Faleminderit. Më të vërtet ka filluar kampionati motoror i futbollit, po kampionati më i bukur po luhet në Shqipëri. Qëndresa heroike në paposhtur qytetare nga një anë dhe arroganta mizore e një shteti që po i vjen fund. Sigurisht, rezultat thellë do fitoj e para. Këta kanë mbaruar. Rilindje ka vdekur, po varrimi nuk është shpallur. Pra, po të regohet me dhe vërtet një arrogant. Më kujtohet ajo protesta paqëtore, që netën në memorje e armëve kimike. U dërzuar Rama për ishte kadëror. Sa po, as një hapë nuk bëjnë. Pse? Në atë kohë. A i e bëri në atë kohë sepse ishte qeveri koalicioni. A i kishe qeveri me Ilir Metën. Të rigje Ilir Meta, kishe 24 deputet. Dhe për ishe qeveria. Dhe të dhe sot a i ka 33 kriminella. Dhe janë deputetet. Se po të bët një referendum popullor sot, kush ka të drejt? Qëndresa, qytetare, apo këta 33 kriminella, 33 bandit. Unë besoj që edhe familja vetë nuk i voton të ama. Në këtë pikë në arritur. Edhe këtu ka arritur, në këtë pikë. Ka arritur kjo, që ata qytetarë sot janë protest. Sepse 3 veta, për 17 vjetër, kanë qeverisht. Ahmet Zogu, 15 vjetë. Endosa, 21 vjetë, që bëjt 56. 13 kjo, 70 vjetë. Apërsisht. 70 vjetë, që nga 56. Ata që i kam zadinës 56, a mushin 70 vjetë. Në Amerikë, Sheke Dwight Eisenhower, John Kennedy 2, Johnsoni 3, Richard Nixoni 4, Fordi 5, Carteri 6, Reagani 7, Bushi vjetër 5, Clintoni 9, Bushi riu 10, Obama 11, John Biden 12, Donald Trump 11, 13 president për 70 vjetë Amerikë. Ne 3 vjetë për 70 vjetë. Edhe avim në këtë pikë, kajtë më dhe. Edhe thomi, edhe analist të shfrenuar thonë, e krasojnë Edi Ramën me Viktor Orbanin. Viktor Orbani e qojë Hungarin në Europë. Bëjnë në mandatit. Po kë nuk ka asë dignitet, asë qip, asë karakter, asë moral. Kjo është të gjeneruar përfundimisht. Prandaj, unë shpreh vullnetin tim, solidaritetin, sigurisht edhe pjesëmarrjen në këtë protest kaq heroike, kaq të pamposhtur, dhe uroj që të mos ndahen ore çast. Ju falenderoj, ju uroj një diell të mbar. Faleminderit, i nderuar. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit. Përshëndes gjithë protestuesit. Është një nga protestat më shëmbullore që mbasëronis diktaturës. I vlerësoj jashtëmase të gjithë protestuesit për të vetën arsye se tregojnë vërtet dignitetin shqiptar. Dhe bota po merr shembull nga kjo protestë. Për të vetën arsye ne shohim se si bën dhe protestat në botë. Po është një protestë shumë paqësore. Por gjithsesi e kisha me kryeministrin dashim. Ky kryeministër mundon ta nxirrë ta injorojë këtë protestë nëpërmjet lloj akuzave. Thotë organizon Irani, e organizon Greqia, e organizon Serbia. Desha t'i them kryeministrit, serbët dhe grekët i ketë ti miq, Vučićin e ketë ti mik. Prandaj po të them, lëri rini shqiptare të jetojnë të lirë. Boll i keni mbajtur në skllavëri, boll na keni torturu. Nga kjo Shqipëri
edhe nga kjo qeveri, ne më tepër si shqiptar dhe si rini shqiptare dhe prusë dhe pensionistët kemi ndjerë injorimin, poshtrimin dhe ofendimin. Prandaj i kem buq orët, duhet largohesh sa më parë, zoti kryeministër, mos i krijojmë më probleme këtij populli. Ky është një realitet i pamohshëm. Duhet largohesh se s'bën. Bile mos i lodh më tepër ata djemë të ri. Nga fundi i botës se po vinë këtu. Nuk do të merremi më me ty. E ke pas kohën e mjaftueshme ta kishe rregullu vendin se ke pas pushtet të pakufizueshëm. Por ti i ke po me qëllim të caktuar. Keni shit tetin. Keni shkatru portin e Turqit. Nuk keni lënë poshtërsi pa i po këtij populli. I keni kalu kufit e poshtërsisë. Vetëm shifni për kapitalet dhe juaja. Ju kërkoni të ngrini kapitalet mbi kufomat e shqiptarëve, por jo nuk do ta keni më këtë shans. Do të largoni se s'bën. Kto kisha, faleminderit. Faleminderit i nderuar për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nderuar për emisioni. Përshëndes protestuesit, edhe solidarizohem me ta. Mirë po mua më bën përshtypje nderuar kur thon Ramambur, Berishambur, Ramambur, Berishambur. Më bën përshtypje kjo sepse janë ata që 4 mandate votojnë Edi Ramën, qeverinë e korruptuar, edhe që Berisha që ose opozita që proteston. Domethënë kjo logjikët. Unë dua të them që këta janë soi dhe sorollopi i argjencorëve, i saljanëve, e Keleta Libejve apo pse se thon Berisha në burg? Vetëm se thon Berisha në burg. Tani Ramambur, Berisha në burg. Po se qytetarët mendojnë që ata të dy janë e keqja e këtij vendi, ata dy janë arsyeja pse Shqipëria është këtu dhe ata dy janë bashkë në këtë pikë. Se nëse e kujtoni, zoti Berisha ditën e parë edhe të dytë kur protesta nuk kishte marrë këto përmasa, doli kundër protestës, madje edhe foli me fjalë jo të përshtatshme për protestuesit, tha që ata po vajtojnë me lot krokodili, doli pro projektit. E kujtoni, besoj. Unë e kuptoj, edhe kujtoj, edhe ditin ndaj shumë mirë politikat, e ditin ndaj shumë mirë që bëja Berisha, ta Berisha nuk jemi kundër zhvillimit. Edhe simi kundra zhvillimit Shqipërisë. Po ky është dallimi që protestuesit aty nuk duan që zbërnetësit të preket. Edhe kundër investitorëve, po jemi kundra transparencë që nuk bën transparencë. Kjo ishte. Nuk ishte ajo që thoni. Berisha ta ndaj mendjen është pro apo kundër rezortit, pro apo kundër protestave dhe pastaj ta sqarojmë se duhet apo jo të shkoj Berisha në burg. Faleminderit. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje të mia. Përshëndetje, po. Ore. Po nuk ka gjenda me thon kryeministër aty, por se sa kryeministër aja kriminal, aja vllai Vučićit. E dini sa vllai Vučićit do të di. Aja kundra shqiptarëve. Ai kur ka ardhur Vučići për herë të parë e ka mbuluar atë Kosovarin e kam luë atë Debjasharin me qadër më ta shohin. A e dini ju atë e dini, gjithë shqiptarët ta dini. Aja kriminal, kush ja ka bo ato malet ati, ato bregdetet, kush ja ka bo ati, kush ja ka bo? Apo pak babaj ati i ka pas hongër 50 vjetë, tani ta hoj edhe ki 50 vjetë. Mar hongshin kokën e vetë hongshin e këto janë kriminala kundar popullit. U vajzire gjithve në pensionisat, si talën me pensionisat, dalë gjithë shesh, me të rinin, da gjithë, e ta është dukin këtë qëtësin nunki. Se këja qërësin kriminella, nuk ka shqiptarë. Këja mazdi se sërpi, e mazdi se gjithë vota, total me popullin që qëtë 15 vjetë, 16 vjetë. Qa që ki kriminell kështu? E në zbanë të hike, pa më shka të bëj për qëllë ki spanjohë, që ka si rrugat, ta ma rrugat, dhe në e shkunde dhe gjem lezë, kundra mitin, kundra ata dhe në shkunde dhe shkoja gjithë pisë, që me konë këminë, dana langa. E qartë, mirë, faleminderit zotri. Presim një tjetër telefonat tani. Mirë si unë 24. Mirë mëngjes i nderuar. Jam plësit e thot nga të të parki, të poli parë. Këta të ty janë më, të njërë të madhe të
të më fot mafin e të sa politikanë, la litë, qimi, Napoli, Marseille, dhe me parlamentja hopë. Kemi një problem me zotrin, nuk dëgjohet mirë, kaloj me një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Një mëngjes. Po, flisni ju lutem. I përshëndet të gjithë telefonusit, folën të mamë realitetin. Se ky palos një gjatë, nga e ka marrë këtë Shqipërinë, nga jemë apo nga jati, personale e ka, ky krimineli, si që jati në Partinë e Punës në Shqipërit, Partinë Socialiste në Shqipërit, është edhe ky halos që jonë gjatë. I për një fije, i koptere, i këllere rininë, se duke fare edhe pa dine pa e ma, Shqipëria ka betur vetë me në fejtë ka betur. I koptere, i kë, mire kanë këta. Këtu, si a i kë, ore, dhjetë një vetin të tërë pasurit, që të mos më stetë për të të socializme. Tërë deputet me socialiste të bëhe vetingo, që ka e para, ka kane, sa kane, kuj kane, si kam. Ne pagorin për bukmër. Unë svete do të gjenë me ndere për të larë, jo të vete në pogadej të bej, një t'i klasë. Me setove dhe t'a bej unë. Me dolarë dhe t'a bej. Kështu që kjo fare ke që do s'duku një sate e më palë do t'i gazetar. Falemderit. E qartë, falemderit i nderuar për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zonjë. Ju uroj një diell të mbar. Edhe për ju gjithashtu. Më pëlqen një shumë adapt me këto komunistat, se nuk duhet ju lësh hapësirë. Jemi në atë momentin që nuk duhet ju lësh hapësirë të gjatë të mbështetësit të ati kriminelit, se nuk e meriton të thush kryeministër ati. Edhe nuk është puna vetëm për Zvernecin, se ai do t'a kthej gjithë bukurinë e jugut në Green Coast, që është 400.000 lekë një natë, që ruhet me bodyguarda, natyrën që na e ka falë Zoti, e me shikun, e me policinë që zgudzon të hysh atje, se unë e kam provu. Edhe do t'a kthej që të ketë vend vetëm për të pasurit. Mos të arrin klasa mesme dhe e varfër të shikojnë ato bukuri natyrore, e para. Nuk është vetëm kjo, kemi 1.001 halle. Qatë përmandim më para, atë përmandim shërbimin urban, atë përmandim ujin me mikrobe që lahemi se për të pije blejmë, edhe pse paguajmë saqimet e kokës, atë përmandim drita që në shumë fshatra që janë kthy në gërmadha, sepse nuk investon, e në qytetet vogla të varfra, si o zot nuk e di çfarë them, në rrugë puseta të hapura të pashtruara, në çmime të papërballueshme, me pensionistë të varfër, pra shumica e popullit vuan si qeni, dhe ai bën jetë sheiku. Ai nuk duhet të rri më as një sekond, po ky popull duhet të zgjojë më përpara, sepse është e vështirë me atë se i ka shtritën takulat ai me krimin. Udhëheq krimi, nuk udhëheq ai, sa ai e di, nuk heq dora ai, sa e di se ku e ka vendin. Ai dhe gjithë palacot, që jo vetëm të shkojnë burg, po të surit që ja kanë hangër këtij populli që e kanë degdis në të katër anët e popullit për të fituar bukën e gojës, tu kthehet të mbrap, sepse burg mund bëjnë ato, po dalin prap. Edhe të jepet kartoni kuq që mos ketë mundësi më me ardhë në politikë ai dhe kush i ka bë këto gjëra, pa përjashtim. Përshëndes dhe je i mrekullueshëm. Faleminderit zonjë për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje. Po, jetoj me situatën e përkequr zë Videon. Jam shumë mirënjohës. Kush jeton me situatën? Urna? Kush nuk jeton me situatën, telefonuesi? Unë flasë personalisht. Të bëjnë të mbulje, asë në mshim, qeveri e kriminalizume, po ti mori shumë poplit mora më në zotë, poplit shqiptarë nuk ofrim me uja kone. Po të bëhen centrale, kush i merë fitimet e centrale. Ne nuk shofim gjallë, që një lekë person,
130.000 mori ilaçe. Çfarë bëhet këtu? Edhe dalim të shqip me në aty që kemi punu, që s'kemi punu. Hirën e përdërën për mitingje. Festojnë edhe partinë e punës, të të zjeçarit që da mori shpirën të poplit. Zoti u dha forcë protestuese. Faleminderit për gjuhët. Faleminderit për mendimin tuaj nderuar. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Nuk e di, ndërruar se më telefon pa e mbaruar logjikën time ta gjë. Do flasim siç është për të folur, nuk do flasim tani siç na intereson, flasim realitetin edhe. Po të realiteti, megjithëse më të realiteti. Tani s'mu të ofendosh ti protestuesit këtu dhe unë do të lë të flas. Jo, kurse si, solidarizohem me protestuesit. Ti ofendove protestuesit, i cilësove komuniste, çfarë nuk ju the. Solidarizohemi nderuar, po gjithë ta nxjerrë logjikën në nëse nuk do që të ta ndërpres prap, të lutem fol me etik dhe mos ofendo askën. Ja me etik, ja të flasu me etik. Pra, ndoshta të duk pa etik ty, po po flas me etik. Se ti ofendove protestuesit vetëm se të kanë thënë Berisha në burg. Jo, ta nxjerrë logjikën. Tani. Kjo protest po mundohet të injoron nga Edi Rama. Edhe Edi Rama, unë se inderuar ato që i kam thënë përpara kanë të gjitha besoj. Se u flasë në ndërgjegje dhe u flasë realitetin. Është një njeri i ky që vetëm njeri nuk është. Është një njeri i ky që nuk e ka gjanë njeriu. S'ka gjatë familjes, tjera familjen. Kjo është ai që injoron protestën, injoron protestuesit, tallet me ta. Edhe organizon themelimin e Partisë Socialiste në Tiranë që është themelu para viteve 50, për arsye për të injoruar protestën, për të përqarë protestën, për të bërë kundra protestë. Ky është ai që e përqon edhe këtu do jemi Shqipërinë drejt luftë civile. Sepse këta e ka dhe Gramozruqi nderuar. Nga pushteti merret me grykën e pushkës dhe mbrohet me grykë të pushkës. Është sanje Gramozruqi të sheto. Edhe pra, ky njeri përqon drejt luftë civile. Nuk jep dorëheqje ky, pa gjak. Nuk e jep të protestosh gjatë tan ditën e tan natën. Nuk e jep. Ja këtu do jemi. Tani si do të njëri protestën, absolutisht jo. Ose me protestuesit. Partitë të tjera politike, dakord jam, po dje në Shesh ishin ndoshta 100.000 qytetar po flasin në rrjetet sociale. Me 100.000 qytetar në Shesh, asnjë kryeministër nuk qëndron dot shumë gjatë në pushtet. Po s'do të qëndroj. Faleminderit i nderuar. Besoj e mbarove tani apo jo? Po, patjetër gjithë. Falenderoj. Mirë, shkëputemi tani shumë shkurt për publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera telefonata. Jemi rikthyer sërish në studio, do të vijojmë komunikimin së bashku në numrin ton të telefonit, presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, gazetar. Përshëndetje, nderuar. I përshëndet gjithë shqiptarët jashtë dhe brenda adeut që janë ngritur për të shliruar Shqipërinë e mirë. Por të të shqiptarëve të tjerë të t'i përforcojnë ta. Mos të iki nga sheshi me këta traktarët i kanë 85 vjetë që po në shqyën. Tani po në shqyën fare, po e basadoj Shqipërinë, po e basadoj dhe po shemin zezak e kinezë dhe shqiptarët nga përgjung të armik e vëndit. Qërën verë hoxha në torturoj dhe kësali Berisha ziki ta jama në torturojnë e traktojnë në përgjune në fukarën dhe qina në i vënd të gjitha. Tani lutë e flejkve të ngrijen në këmë se në kanë torturuar 85 vjetë këta. Armik e vëndit, Sali, Ram, Serbia, me gjithë e dikis taj Rama Serbi, që është grekofon me gjithë të dajon e tikina, na kanë masakruar 25 vjetë. Prandaj o popull, merë një dorë Shqipërinë e mirë, merë një dorë Moqalini, tyre traktarëve të këta që janë sa Rama e në veri.
Ta janë 200.000 familje komuniste, halerat e Shqipërisë. Po mirë tani, të ruajmë etikën, jo me këtë gjuhë. Në Serbi, në Gjermani, në Azbe, po. Ka luftuar me neve që na kanë shqyër, kanë 85 vjetë komunistat, halet, ka më neve. E qartë, falemderit atëre, nuk mund të vazhdojmë komunikimin kështu me këtë gjuhë, të ruajmë etikën edhe të komunikojmë në mënyrë qytetare. Presimi tjetër telefonat tani, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi nderuar. Mirë mëngjesi dhe mirë përmisionin. Ngrirni pak zërin ju lutem. Përshëndetje, mirë përmisionin. Falemderit. Së parim lejo që të bëj një koment vogël për protestat që pëndodhin, sepse sa të mund të shmangemi dhe tjetë temë kryesor dhe kërësar. Absolutisht, ajo është çështja më e rëndësishme e ditës. Po, tjetër. Unë jam një qytetar nga Bajram Curri. Në 2005 kur mbarova shkollën, kisha dilemë të qëndroja të pikja. Sepse unë e shifja të pashpres në Ali Berishën. Por sot, unë jam prindi i fëmijëve të cilët e shoh me shumë skepticizëm qëndrimin e tyre këtu bashkë me ta në Shqipëri. Por falë këtyre njerëzve të lirë, falë shkundjes madhe të shesheve që kanë bërë gjën më të mirë dhe gjën më patriotike që në 1912-ën, shpresa është kthyer dhe shqiptarët mund të jetojnë të lirë në trojën e tyre. Mundet që këta njerëz të cilët e kanë shkatruar Shqipërinë, e kanë prish zemrat e nanave në mungesën e fëmijëve, e kanë larguar dhe u kanë thënë sy gjyshëve për të pu dhe për qafuar nipërit e tyre. Sot po mërfund fal atyre njerëzve të lirë, fal atyre njerëzve të cilët e kanë braktisë një herë dhe përgjithmonë dyshën të cilin e shkatroi Shqipërinë Sali Berishën bashkë me Edi Ramën. Prandaj sot më shumë se kur ne duhet bashkohemi rreth tyre, sepse ajo që ndodhi rrjollit, Shqipërinë kapën njerëzve të zvarr duke të rrequr në pronat e tyre. Ajo që po tentuan t'ia bëjnë Zvërnesit, do t'ia bëjnë bjeshkëve të Tropojës, bjeshkëve të Malësisë të Madhe, bjeshkëve të Kukësit, nëse ne nuk ngrihemi dhe të mbështesim studentat, të mbështesim ata qytetarë protestues të cilët po bëjnë gjë më patriotike, po bëjnë për gjithë jo vetëm për veten e tyre. Unë njoh njerëz aty të cilët jo vetëm që janë rahat në punën e tyre, por nuk kanë asnjë nevojë personale, por janë ngritur sepse atë dheu të rrët. O sot, o kur. Liri për Shqipërinë, liri për popullin të cilin e kanë marrë zvarr këta njerëz. Faleminderit dhe gjithë të mirat. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje. A mund të flasëm tash për që është ka folë dikush në televizor? Jo, vetëm ul zërin e televizorit dhe na dëgjon nga telefoni, jeni drejt për së drejti. Po, mirë. Në gjë, ndryshimi i sistemit nga socialist në kapitalist, kur u bëha të në atë kohë, u heqen e mori llomi proletariati që të thotë se kanë pa marrë Partia Demokratike, po njerëzit më të burgosit, më maskarajt e vendit tonë, si janë kundër pushtetit të asaj kohe, e mua pushtetin e dëgjën vendin e bon shkatruar. Dale, prit se nuk mund të flasim me këtë gjuhë këtu. Si llumi, ata që ishin kundër pushtetit ishin llumi? Një minutë. Ndryshimi i sistemit. Po jo, pra, po s'mund të ashti ata që ishin kundër pushtetit komunist ishin llumi i shoqërisë. Ata ishin intelektual që nuk binin dakord me sistemin dhe madje vuajtën edhe pasoja shumë të rënda, u burgosën, u internuan. Nuk mund të ashti që ata që kundërshtonin komunizmin ishin llumë. Po kush e morë? Jo, atëre, me këtë gjuhë nuk e vazhdojmë do të më komunikimin, unë të falenderoj për bisedën, po nuk mund të fyem askënd ata që kanë aq më tepër ata që kanë vuajtur pasojat edhe burgjet e komunizmit. Ata kanë qenë intelektual të nderuar, të guximshëm dhe kanë qenë ajka e shoqërisë shqiptare, ata që kanë ditur të përballen edhe kanë marrë guximin të përballen duke ditur edhe pasojat. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, po? Po në emisionin. Ngrini pak zërin ju lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, po. Mirëmëngjes. Për emisionin.
desha bisedoj pak për problemin e protestave. Po. Jam shumë e lumtur që më në fund populli shqiptar reagoj. Kam shumë respekt për gjithë opozitën e opozitare që për 14 vite rresht mbushën rrugët e Tiranës, denoncuan të gjitha aferat, hajdutliqet, vrasjet, probleme që pati regjimi narko i Edi Ramës. Por më vjen keq se brenda protestave ka rryma. Po pse të vjen keq që ka rryma brenda protestave? Shumë mirë që ka rryma. Po patjetër, marksiste, leniniste nuk i durojmë dot se. Po edhe rilindja ishte e tillë. Edhe Partia Komuniste ishin po ata 80 viteve më përpara. Sepse të thuash në vitin 2026 që juve ju pret plumi, po tani nuk ka nevojë me fal ju pret plumi. Kush e ka thonë juve ju pret plumi? Ishin pankarta dje. Ju pret plumi. Pankartat, pse duhet të përgjithsojmë? Pse duhet të përgjithsojmë gjithat protestë qytetare me disa pankarta të individëve? Unë jam pjesëtare asaj protesta. Po nuk mundet tani që ne të përgjithsojmë qindra mira qytetarë që dalin protestojnë me një apo dy pankarta që nuk e dim se si kanë ardhur në atë protest. Po si të përjashtojnë në forumin rinor të Partisë Demokratike, si përjashtojnë edhe ata me pankarta? Forumi rinor i Partisë Demokratike nuk do të marrë pjesë në atë protest si forum, si qytetar patjetër, nuk i ka ndaluar askush. Po si forum që vjen edhe përfaqëson forumin aty, ajo është një protestë qytetare larg çdo force politike. Jo, nuk janë forcë politike qytetarë që kanë problematika. Qytetarët patjetër, po të organizuar si forum, askush nuk mund të marrë pjesë aty se qytetarët vetë do ta do bëjnë nga sheshi. Elektoratin grek, kjeve të Partisë Socialiste të pakënaqur, kjeve të Partisë Demokratike të pakënaqur. Po jo struktura partije. Jo struktura. Forumi është strukturë partije. Po dëgjoj, ata aderojnë të gjithë në një parti. Kush të gjithë? Të gjithë. Gjithë qytetarët që janë aty aderojnë në një parti? Janë votues. Jo, qytetarët që janë aty janë votues, po janë qytetarë, nuk janë militant partije. Unë kam pa deputet majtë djathtë aty. Absolutisht, kanë ardhur si qytetarë, po nuk kanë ardhur të organizuar për të marrë protestën. Do kontrollojnë pasaportat edhe ajo parta. Mirë, zonjë, faleminderit. Protesta është një protestë qytetare dhe nuk duhet të ndotet nga asnjë element politik që kërkon të marrë protagonizëm në këtë protestë, i kujtdo partije qoftë. Presim një tjetër telefonat tani. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Dhe flasik për protestën. Pa tjetër. Ku ka qenë rinia, o rini, o fëmi, se i keni të gjithë fëmi të ande jashtë, të larguar në fund të botës. Bravo rini, se pa rinin s'ka ku vete Shqipëria. Edhe këta qeveritartë edhe ana tjetër, ata Saliu me Ramën me një fjalë, të qërohen, mos t'i shojmë aty, po për para rini, dhe qërojnë mos i lërë të duken në asnjë cep, sepse u kam përzen, na kam përzen fëmijët dhe kemi ngelur ne pleqëria këtu që nuk dim se themi. Dhe mendimin e tyre ne po jetojmë, ne pensionistët me 100.000 lekë, prandaj rini, se kam thënë gjithmonë rini, po rinia jarë. Ja ku është rinia shqiptare. Dhe mos ashtu Sali Berisha 1, edhe Edi Rama 2, se Sali Berisha po huan që të iki Edi Rama e të vi Sali Berisha. Të dy janë kriminel që na kanë përzën fëmijë. Prandaj rini, fëmijë, se janë fëmijë tanë ata që janë aty. Se unë që po flas, jam një pensioniste dhe jam shumë e malëngjyer, se dhe unë fëmijët andej kanë të larguar. I shkolluam me të gjitha të mirat edhe na i mori bota. Jo. Me rrinte këtu fëmija ime që mbaroj shkollën për doktoresh edhe për financiere, jo të ma marri bota, po t'ishte këtu në Shqipëri. Prandaj të dy këta maskarejnë, të dy këta kriminalet, mos të duken aty. Dhe asnjëri nga ta që vinë aty të përkrajnë Salin dhe Edi Ramën. Jam shumë e revoltuar, se i kam fëmijë të larguar. E qartë, mirë zonjë, të falenderoj për telefonatën. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Flisni, ju lutem, mos dëgjoni vete në televizor. Ullni zërin në televizor. Dëgjoj vete në televizor, këtë djali.
Po, mos e Ky dëgjo... numër është 17. Moj zonjë, mos e dëgjo vete në televizor, na dëgjo nga telefoni. Po nga telefoni po dëgjoj jo bishë. Po ule zërin e televizorit pra? Më falë. E po jemi pleqnë o dërvarë. Po jemi pleqnë e Mirë, dakord. Ja, e zgjidhëm tani këtë çështje, jemi në rregull. Një bukuroshi nenës. Faleminderit. Dëgjo, unë jam 80 vjeçe gati. Edhe i kam kaluar të tëra fazat. Qena 27 që kam lindur e deri sot. Ashtu, unë jam një familje persekutuar. Që tek dy vëllai babajt edhe tek një gjatë se fulla ma shovën me i fjallë, ashtu dhe jemi kej trajtuar tërkohën. Dhe tani unë jetoj në një kapanon orës. Nuk kam shtëpi. Ashtu, edhe të gjitha gjerat i di që filloj Partia Demokratike, edhe kur filluan këta socialistët ta meri pushtetin prapë, dhe sa Gramos Ruqi, thoshte që pa bile dhe sot e nduar në Gramosin, që pa gjak nuk meret pushteti. Nuk janë njërës këta. Demokratët s'kanë marrë gjak. Janë marrë gjakët të tërë në socialistët. Në 1991 janë vrarë 4 veta. Njërin e kam një dhe një tjetër 2, i kam parë me sytë e mi se ne pensionistët rrimë shikojmë bëjmë se irë të ditën. Edhe është vrarë një Gjirokastriti në një burë me kapele me pisë në Amrel. E vrau edhe nuk e ktheu kokën, ta shikonte. Edhe një tjetër që është vrarë brenda... Po mira, ti lëm ato të shkuarat. Dëgjom. Tani ti lëm ato të shkuarat, të flasim për të ardhmen. Po të mos vënen me. Të mos vrasëm tjetë të menave. Dakor, të mos ndodhin më gjërat tilla. Dhe kështu që kjo socialistët gjithmonë me push kanë qenë. Demokratët asnjëherë s'kan dalë me armë. Kjo dihet se unë i di të gjitha. Që jam unë me moshe të këtire të Florinjët që kanë dalë në shesh. Edhe paqen halal, ti ruaj zoti në atë likt, ti ruaj zoti. E more vesh? E qartë. Edhe atë që u vra preda në ministri, e ka vra doshi. Që me arëm, kur kaloj gazin, kishte pistoletën e doshi. Mirë, dakord. Falemderit, zoni. E more vesh të keqenena, kështu që këta të rinj që kanë dalë, ta ken halal, ti ruaj zoti në atë likt, edhe të zgjidhen më të mirët, më të mëndshmërit, më të shkolluarit. Jo të vjerë kri shkollmari me ndërë, që është fjallë turpi, që është tituar tjetër të komar. Ditën e mirë, të bukurit e nënës, si ti dhe Kevi, se Kevi ne kam mip, ashtu, ju rriti si kur rriti dhe. Falemderit, zonjë. Ditë të mbarë, presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Unë të mbarë. Falemderit. I përshëndetim para foltit timbës tesit e rinisë dhe ata që nuk i përshëndetim janë shumë gabime, sepse unë e kam thënë jam socialist, të ngrijet popli, të ngrijet rinia, bravo i qoftë rinisë, nuk më intereson asë ram, asë ali, se ku dhe venë, se në burë, se qyrë, se sek. Unë për vete nuk do në burë, unë do të mërë pronat gjithë, me lirë, meta me veli, me beqaj, me qajan tërë, e që të li të fillojnë të thjesht familjes që ka figuar ti zotëri. Se ti nuk vete do të Dubai, besoj. Dubai, që se vete halal, që se ke burime vete, o ti zvete, unë zvete, ata ve kuptun. Me rokë të ndershme nuk vete do të? Nuk vete do të me djesin e balit. Ti më ke kuptur mua që kanë folur kundra Sali Berisë dhe Ramës. Po të dy ata janë të largojnë a politika. Pse? Do një Saljani kundra Saliut e zduki. Genfolua se që ka një doj, ku e genfolua?
ka qenë politikan I tjerë. Për lejë ka tjerë, pase Zema dhe Rovdakat, Ahmet Fati. Doli Kiropali, nuk votoj për Belindër aty. Pa mbyllë gojë dhe që u të ndjek nga pasia fare dhe. Se, sa e nera do bëjmë të Ramiza, të ikin të zduken në qeverit e tyre, ta lëngë të rinin, ta qoj ku ta qoj. Kuj kemi, unë s'kam, asë gjusë dhe asë primën. Edhe neve do ikim, sa do ngene mbrapa, do na kujtojnë në randezin një qiri. Ta lënë rinin, leta s'katroj, leta s'djegi. Veta dërtoj, vetë do vojnë, vetë do... Por nuk, kjo protest ka treguar që nuk është protest me shkatrime me djegje, kjo është protest shumë qytetare. Kjo e shumë e mire, që ata nuk po jenë asë dera zgjeri. Po, unë do të kuptoj, që unë e kam që e në veri e të ramit, që po I shumbojnë. E qartë. Mirë, faleminderit I nderuar. Po I shumbojnë, sepse gjoja ta janë të blerë, janë këtu e tjene, e blerë tjene. E qartë. Se ikin të vend pra patimita. Faleminderit që më gjove. Faleminderit për mendimin. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mëngjes. Mirë mëngjesi. O, sa mirë do bëjnë të shduken si Saliu e Rama, I pari njërë. Të parë ta njërë. Pastaj ta marrin të rinjtë, pa ma një të dalja Flordina, pa e galvetarja, ta shë 100 peka ka mbetur pa dalja. Jo së është politike, po së është politike. E thoni se ka, qa ku që ka sala asa, protestën. O gura të rinjtë, shduki të vjetrit. Që në kanalit tuaj? Po më thash se do na mallkoja edhe sot o zonjë. Po të jesh me mund, po pse s'pu ka me ty unë? Unë ma ditë një një ka. Shpëtuam pa mallkim, faleminderit. Po ikë më mbushu ande të pjeve salës e ekinë. Mirë, ja nuk e mbyllëm dot këtë ditë pa telefonatën e zonjës. Presim një telefonat tjetër tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po flisni ju lutem. Po. Vetëm ngrijeni pak zërin dhe ulni zërin e televizorit. Po. Unë e përshëndes me shpirt këtë protest. Dhe ju them që asë një hapë mbrapa. Ujtë do që ka vjell, I majt, I jatë. Dhe mos të rriqen në asë një moment. Unë jam përkasi Partisë Demokratike, atër me shpirt, dhe është bën pak mediatik puna ime, sepse përballë kam një pushtet të inkriminum, një pushtet riklit hajdut, grabit, dhe Toku Balla, ka zanë emrin në parlament dhe nga dyre. Unë isha në protest me unin me qisa të ri, gjitha krahët të majtë, u përshëndetëm, u takum, dhe e kishte shumë alergji punën time që unë isha në protest, të lidushem. Unë tu t'i them Ballës, o t'i ignorancë, o t'i ajtut, o për gjëzësi, që ti ke përballë do më kesh gjithë jetën dhe sa mu të ndali shpirti. Vlajnë ka vdek në protest në vitin 2000, është vrarë. Dhe të tejtën time marrë në pjesë në çdo lloj proteste, që mund të urtë drejtë. Dhe unë e përkrah këtë protest. Dhe duhet të them hiq dur, hiq potpërsit, hiq presionet, unë nuk s'kam pyet që është moshën 16 vjeçare dhe nuk është ushqetit fare, as nuk më hyn të tjetë një njeri pa pesë. Unë të kam nxjerr nga një tur para shumë vitesh, kur donin me të ra, dhe më ke falendëruar dhe ti je një njeri I paftyr, njeri I pacip. Unë përballë me je shumë I vogël, ma shumë bezist, një mizës, një
se puna jote një tallaferegji dhe asgjë gjama tepër. Unë përshmes me shpirt protestën dhe të gjitha ata të jem pajza që marrin pjesë këtë protestë. Mirë, faleminderit i nderuar. Shumë shkurt publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera telefon. Jemi rikthyer sërish në studio, do të vjojmë komunikimin së bashku në numrin ton të telefonit që e gjeni të afishuar në ekran. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me mëngjes zotë Selani. Mirëmëngjes, të nderuar. Një ditë mbarë ty dhe gjithë kolegëve të tu, që janë në zemra e me veprime që pasqyrojnë realitetin nga veri unë jug. Faleminderit. Respekte pa fund do toja për kolegën e Top Channelit Sidorela Gjoni. Sidorela Gjoni, po. Që ja hoqi tangat kryeministrit. Të gjithë atë imazhin copy-paste Shqipëria vend europian. Të kam thënë vazhdimisht, 35 vjet. Shtet informal, administrati morale, ekonomi falso, shtet falso, titull pronësie falso. Arrestimet e fundit e treguan këtë gjë. Unë ftoj më tepër rinin, më tepër pensionistët, se kemi një shtet falso. E ardhmja juaj, dini për të ardhmen tuaj shqiptarë. Mjaft në të mpeng të Edi Ramës dhe Sali Berishës. 35 vjet, vetëm zgënjim, vetëm tallje. Nuk din ku çojnë miliardat e eurove. Ka rënë shteti. Shteti është i dorëzuar vetëm te bota e krimit. Gjëja duhet të kërkojnë protestuesit dhe rinia shqiptare. Prishja e marrëveshjes së 2008-s. Rama Berisha e para punës. E dyta, mjaftimi një ligjin në parlament, në qoftë se gjatë numërimit të zotit italian në KQZ. Rezultatit deli manipuluar 15 vjet burg të gjithë komisionerëve që kanë deformuar vullnetin e popullit. Pastaj dorëheqjen e qeverisë e me radhë të gjitha pikat. Është tur për faqezez. Ku janë strukturat e krimit ekonomik, drejtori, pasërimi, parasha, më the thash, çfarë s'ka ky shtet? Pse se dinë si ndërtohen kullat? Sot të kujtuat pagu, apo i ervën gjysmë në gat me aty në forë. Në tryez. Është tur për faqezez. Kupton, çfarë duhet të marrë armët e rinia shqiptare? Kanë 14 ditë. Shembull botror. Revolucion në mënyrë paqësore në gjithë rrugët e Tiranës. Sot kanë katedralën e Kölnit në ora 5 e gjithandej. Ai avukati i popullit, ai shtyra e ndyrë se e meriton këtë ofendim. Endri Shabani, ku është ai më? Ka vdekur. Këtë ofendim. Mos të ofendojmë asnjëri tani. Të flasim në mënyrë qytetare, të marrim shembull nga protesta që është qytetare. Po e meriton marr, po ka titullin marr. Ora paguhet nga taksat e këtij populli. Po mirë, ai paguhet nga taksat e këtij populli, bën detyrën e vet. Po çfarë marr? Avokat i popullit. Nuk është avokat i qeverisë. E qartë. Është një skandal i vërtet. Dhe të gjithë Bregdetin shqiptar e kemi mbi me 2 dhe 3 pronar. Se kur flisnim pronar që kanë që nga 90-a e deri sot, për titujt e pronësisë, për falsifikimet, për gjërat, për kriminalet, Sali Berisha dhe Edi Rama i hynë në një vesh që dilte në veshën tjetër, ortakëve të krimit. Se janë ortak 35 vjet në çdo për korrupsioni, trafiku e gjërash. Ku janë ambasadat e huaja? Pse nuk delin një ambasador të prononcohet? E qartë, mirë zotërit, falenderoj për mendimin. Turoj gjithë mjaft. Ditë të mbarë. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, mirë mëgjesi, zotërit. Ore këtë arin mos e le shumë e forë se vallaj na mërziti këtë. Po tani pse me këtë gjuhë? Kjo vllaj ari të burë.
Po pse me këtë gjuhë tani? Pse me këtë gjuhë që në mëngjes? Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes nga unë Qazimi nga Përmeti. Përshëndetje, zoti Qazim. E përshëndes pafundësisht protestën e këtyre xixëllonjave të kombit. I përshëndes emigrantët që kanë ardhur. Jam pishtar, more zoti Qazim, jo xixëllonja, ç'është kjo xixëllonja? Pa pishtar, dakor, pishtar drite. Xixëllonja ndriçojnë natën. Janë disa xixëllonja që ndriçojnë rrugën. Edhe këta po na ndriçojnë rrugën. Po na tregojnë të ardhmen. Po luftojnë ish sistemin terrorist komunist. Kemi në pushtet ish partin komuniste, marksiste-leniniste e themeluar nga një homoseksual. Dhe ajo parti ndryshoi emrin nga parti komuniste në parti e punës, në parti socialiste, rilindën thot ky Palloshi. Ja me protestuesit. Berisha në burg, Edvin Ram në burg. Sepse Berisha është ai që lejoi që u fuqizua komunizmi. Berisha po t'ishte burg shteti, do të kishte nxjerrë nga jashtë ligjit partin terroriste komuniste, ajo që e ktheu atë dheun me tela me gjemba, me burgje internime, unë jam 82 vjeç. Dëgjova protestuesit që thanë të vinë pensionistat. Unë nuk vi dot 4 orë në këmbë, sepse jam 82 vjeç me reumatizëm. Në 90-ën isha i pari në protesta për rrëzimin e komunizmit. Dhe e rrëzuam ne komunizmin. E rrëzuam studentët heroik të 90-ës. Me në krye të ndjerin Azem Hajdari dhe Sali Berisha. Ata e kthyen Shqipërinë nga komunizmi në kapitalizëm, ku gruaja ishte prona e brigadierit dhe sekretarit partisë, se sot gruaja është dojë shtëpie, është biznesmene, është politikane, e të tjera. Mjekët, edhe një minutë lutem, mjekët, infermierët, policët dhe shtetit, dhe arsimtarët meritojnë rrogat më të larta, jo ata 120 deputet, që marrin nga 3 milione gjysmë në muaj, kurse unë që kam punuar 40 vjetë në për Shqipëri, hidraulik, instalator, mandator, marrë një pension për 190.000 lek në muaj, dhe 150.000 lek i marrim ilaçe. Prandaj, e përshëndes protestën, e përshëndes thirrjen, revolucion do thot përmbysje, një ujë që nuk lëviz qelbet, këta janë qelbur duke vjedhur, duke mbushur bankat e Zvicrës me paratë e popullit shqiptar. Prandaj, revolucion, ju përshëndes, ju pusë bazë të gjithëve, ju xixëllonjat e Adleut. Faleminderit për kohën që më dhatë. Faleminderit zoti Qazim. Presim edhe një telefonat të fundit. Kemi kohë dhe për një telefonat të fundit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi, po? Njerëz si kur ky e kanë shkatror Shqipërinë e kanë bën zhamën Shqipërisë. Ky ballesh, ky kolaboracionist. Kush? Qazimi? Qazimi? Kjo është një kolaboracionist. Po s'është Qazimi e keqja e Shqipërisë, më zotëri. Qazimi është një zotëri nderuar që ka mendimin e vet. Ç'është kjo tani, s'do merrem me njëri tjetrin këtu? Ajo është fashist, kolaboracionist. Tani do ta harxojmë kohën. Jo, nuk të lejoj kështu të flasësh për zotin Qazim. Mbyllim telefonatën regjia. Të mos merremi me njëri tjetrin, kemi çështje më të rëndësishme për të marrë. Kemi edhe 1 minutë fundit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë? Duhet të flas me juve. Jeni drejt për së drejti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes, përshëndetje. Duhet të flas me... Flisni ju lutem, mos harxhoni më shumë kohë. E përshëndes protestën dhe jam me ato. Se kjo qeveri na bëri që ne jemi bërë me diabet dhe tension vetëm që nuk e duron dot. Edhe thot që këto votat i ka marrë una, jo si ka marrë ai votat ajo shqiptarëve. I ka marrë me lek, i ka bler. Gjithatin tim atje ku jam una, erdhi kryetari komunës dhe i pagoi gjithë. Se e la Shqipërinë të varfër që t'je blej votat. Në çfarë fshati ka ndodhur kjo? Në çfarë fshati? Si ka emrin fshati? Fshati Golem. Golem. I bleu votat komplet me anë të kryetarit komunës.
i ble komplet votat. Se është popull i varfër, edhe do i ble, e përnaj e le popull i varfër, që t'i ble. Mirë, faleminderit zonjë. Ditë të mbarë, ishte kjo telefonata e fundit, faleminderit për vëmendjen, kemi ardhur në fund të koha për të zgjuar, jemi pas pak me edicionin e lajmeve.